E kam pas... Disa herë kam vdekur unë, po da me unë Jo, e kam pas një shfaqje, e kam pas një shfaqje në teatr të Tovës, Muzika 2, po besoj që një 24 herë jam vesh me fustan bardhë. Po. Në teatr, ama. Po sigurisht. Po sigurisht në E s'kem. kështu për shumë në teatr s'keni vjera ju. Jeni rahat për vjera. Jo, ka. Ka, edhe vjera, ma ka. mbarë të ashtë... Kush pe lumë vjerën për zote e vroft. Ka që e lujnë. Sigurisht ka vjerat mira, vjerat këqia. O, dhe? Ja, vjerat mina s'ka valla për ju. Jo, vallaj, nuk është ashtu sa dre. Jo, për bes, jo. E ti për shumë kështu fatmine beqare se e Mua vetëm... për shembull më kanë dashur gjitha vjerat. A po? Po ti je nga kraj kundërt. Ti je anglez këtë rast. S'ka lidhje dhe unë e kom dash djerën teme. Po a urdhro. Jo vjerën dhe unë du se mua e së më vjen shpe më përzim. Me po më përzim... Ape, tash ti... Që vjerën tonë se keni qenë e martuar, Fatmina, po? Tash? Jo, tash ti jam beqare. Ma thonë ndarë. A e kupton dhe ti më thua pse s'martohesh. Po nuk do me thonë që jam beqare edhe nuk jam me përmbosht. Qështave se s'më dëgjova? Jo se më thot gjithmonë pse s'martohesh, lart pse s'martohesh. A e kupton ta pse s'martohuna? A pse edhe Fatmir? Pra këtë mes qenë veçoni martuar. Tani ja jam më budallaj, ja jam më jo minoritet je, nga ne të tretë i përbën 30%. Minoritet, po e kam një vend të lamura, thua më herët. E ke një yll. Po pra. Ju s'keni asnjë yll. Jo, ne kemi 2. Po. Këtu jena 2, ama unë i kam edhe 2 jashtë. Urdhro 4. Se ki edhe edhe i kam 2 fëmijë të rritur. Bravo. Po, ti kesh me jetë, Përveç shakas ti kesh me jetë. Faleminderit qof. E po, a guxojna më të prek pak kështu, pak më seriozisht, si erdhi te ndarja Fatmire për shembull me bashkëshortin tënd? Me ish bashkëshortin. Po, unë u martova shumë e re, ama kur ta me re, 20 vjetë e kom lind fëmijën e parë, 24 e kom lind fëmijën e dytë. Në atë moshë njëri nuk mendon shumë çka. E vërtet. Edhe me kalimin e kohës të e shef se nuk funksionon, nuk shkon, nuk i perspektiv, njeri toksik, edhe cila është gjithja ma e mirë. Është ma mirë me najt me një njëre që nuk je i lumëtër e me rrit fëmit me një frym jo adekuate, apo divorci. Edhe insistova, mundova shumë vjetë që mës të mërite ndarja, ta thamë sinqerisht, shumë jam mundue. Po zgjidhjen më të mirë e zbona kur u divorcova. Ama... A ka ndiku vjera në këtë drejtim? Jo, ka zotë. Se ko zakonisht dikën thënë vjerat jalon fojnë? Jo. Problemi ishte të unë edhe taj, edhe kaq. Nuk funksionoj kjo, nuk u përpus me as mendime, as gjo. Ishtë me 2 botat ndryshme, njëri që s'funksionon ma dhe pik. Po, a e kom pas let? Jo. Tepër anë. Jo, ti bravo të qoftë që e thua në mënyrë kaq logjike dhe të ftohtë, bravo të qoftë. Shumë rrallë ndodh te femrat shqiptare kjo. Shumë vështirë. A ki pas për kraje? Po asnjë. A di si ta po çse edhe po emocionohesh ka po fol. Po sigurisht se ato janë gjëra që unë i kom përjetuar me mish. Kupton, unë nuk kom hec normal, unë kom hec me bryla. Beson se është kanë shumë e vështirë se i ki 2 fëmijë të vogël që tu rrit, tu shkollu. Vërtet. Për kraje kije minimale dhe vinë sulmojnë, të paragjykojnë pse e bone kështu, pse u lyje, pse u veshe, pse edhe financiarisht nuk kom qëndru mirë. Se kom pas një rogë të vogël, kom jetu me qira, pa për kraje, ti shkollojsh 2 fëmijë, po jo vetëm ti shkollojsh, se fëmija nuk i don veç financat, edhe vish mija mush barkin me bukë. Fëmija don kujdes, fëmija don ko, e kuptan? Ti dush, sidomos unë i kam 2 gjinit, qikën edhe djalin, edhe për shkakun qika gjithmonë e ka një farë kujdesit veçantë, djali hiperaktiv, qoje njënin kurs, tjetërin kurs, shko merren shkollë, shko, do me thonë, ajo ka një periudhë shumë e vështirë e jetës teme, po ta përmbylli se emocionona është natyrshme kjo. Më pyet tash se si ndina, nuk më besoni jo, unë jam nana ma e lumtur në ruzullin të Bravo, bravo. Po Fatmire, s'po du shumë më të lodhë, po veç edhe një pyetje e kam për shembull, çka nëse për shembull tash se ti je re, për shembull merr ndonjë ofertë për njeriu të serioz ose kështu, do të thonë, a ke
Si ndjen fëmijët? Pa kaluar aty, më falë që ndërpresa, dhe sa ta mendoj. Fatmira, na përshkroj diçka këtu edhe më bëri shumë përshtypje fjalia kur tha pse je vesh, pse je ly. Shiko, do diçka shumë e çuditshme me ne, shqiptarët. Në çdo anë të kufirit, si të Iliridës, si të Kosovës, si të Shqipërisë. Kur shohim ca videoklipe me me këto që ne i quajmë vipa, edhe bëjnë ca këngë. Edhe këngët janë, tekstet janë komplet, do me thënë, bërlog, që i thonë ju. Po, veç donë me ta thy, kush donë, pse e thy, ka me e thy, jo s'ke me ma thy. Videoklipet janë gjys lakurit, gjitha. I Duar Trokasin. Gjys Cullak. Cullak. I Duar Trokasin. Votojmë, blejmë këto, me downloadojmë këngët e të gjitha, na pëlqejnë shumë. Kur në jetën reale, del një vajzë si Fatmira, që vendos të ndërtoj jetën vetë, në vend ta përkrajim, ne shkojmë dhe i themi pse u lyve, pse u veshe. Ne, të njëjtit njerëz, që aty që ka dalë aty, si që gjysë Cullak. Baki 54. Baki është gigantit 54, se mas